Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Tarifat e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të aplikohen ndaj eksporteve shqiptare në masën 10% dhe prekin 1.9% të eksporteve totale të vendit tonë. Tarifimi me 10% vlerësohet në kosto shtesë prej të paktën 7 milion eurosh. Megjithse me distancë të largët, Shtetet e Bashkuara janë partner tregtar të rëndësishëm të vendit tonë. Vitin e kaluar, Amerika u rendit e 5-ta për nga vlera e importeve dhe 13-ta për eksportet. Një tjetër garë për një tjetër zhvillim në kryeqytet. Kështu e konsideroi kryeministri Edi Rama garën e çelur për ndërtimin e stadiumit Selman Stërmasi. Rama njoftoi dhe të tjera projekte. Duhet përmend këtu edhe disa procese të tjera të filluara, procesi për ndërtimin e qendrës së re administrative pranë stadiumit Selman Stërmasi, që do të akomodojë 18 institucione, procesi për ndërtimin e godinës së re të kadastrës, e domosdoshme për shumë arsye që janë të lidhura me konsolidimin e gjithë procesit të punës së kadastrës. Ndërkaq po diskutohet për të sjellë Akademinë e NBA në Durrës. Biblioteka e re kombëtare, një konkurs që do të shpallet së shpejti për sa i përket zhvillimit privat në funksion të investimit në bibliotekën e re kombëtare, ndërkohë që po punohet dhe është në kantier Akademia e Manchester City në Durrës. Së shpejti do të fillojmë dhe Akademinë e Rafa Nadalit po në Durrës dhe agjencia është në diskutime me NBA-n për Akademinë e NBA-t po në Durrës. Sot gjatë një takime me pensionistët, kryetari demokrat Berisha premtoi se BDA ka vendosur të rrisë pensionet për çdo shqiptar, duke vendosur një minimum jetik prej 200 eurosh. Nga buxheti i shtetit të marrin fondin dhe të vendosin për çdo shqiptar të rritur minimumin jetik 200 euro. Pensionistët nuk do ta blejnë ushqimin me të njëjtin çmim që e blejnë rrogtarët. Pensionistët do ta blejnë me atë çmim, por shteti do t'u kthejë atyre 20% të çmimit. Vendosim kartën e konsumatorit, të cilën do ta ketë çdo pensionist dhe çdo rrogult do marr kthim të TVSH-s rreth 450 euro në vit. Por ky nuk është premtimi i vetëm i demokratëve. Do të zgjerojmë listën e rimbursimit të ilaçeve. Ne do ulim çmimin e energjisë elektrike. Nga 95 ne do ta ulim në 7 lekë. Kryetari i Partisë Mundësia Gron Shea i tha se forca e tij politike po merr qytetarë në telefon dhe po ju dërgon mesazhe për t'ju kërkuar mbështetje. Në një intervistë televizive vuri në dukje se ndërta ka edhe antar të Partisë Demokratike. Berisha e akuzoi për vjedhjen e databazës së Partisë Demokratike, por Sheha e përgënjeshtron e shprehet se kur Lulzim Basha i mori gjithçka, ishte pikërisht ai që i dha Berishës të dhënat e Partisë Demokratike. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Vjetën hetim një haker 15 vjeçar në Vlorë, muajin e kaluar ndërhyrje në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore, emaile, faqe zyrtare, duke i shkaktuar ndërprerjen e funksionimit për periudha të caktuara kohore. Nga hetimet e deritanishme nuk rezultuan vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale nga këto sisteme. Arrestimi në kryeqytet ish oficerit të Reneas Eltin Morina, policia njoftoi se 45 vjeçarit ju gjet dhe ju sekuestrua një pistolet. Gjithashtu u prangos drejtuesi i automjetit me të cilin lëvizte. Eltin Morina ishte shpallur në kërkim nga Spaku prej 17 majit të kaluar. Ish efektiv i përballet me akuza për kultivim kanabisi dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Top Albania Radio. Dje mbylli syt në moshën 91 vjeçare, sot u zhvilluan homazhe në nderim të Margarita Xhepës në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ndër i kombit dhe artiste e popullit, Margarita Xhepa ka marrë vlerësime të shumta për interpretimet e jashtëzakonshme. Më 2007 ju akorduat çmimi i karrierës. Për mua ka qenë njëri madhnushëm edhe për popullin. I gjithë rrugtimi i saj i adhurueshëm profesional krijoi imazhin e gruas në të gjitha dimensionet, si vajzë, si nënë, si motër, si kolegë. Bukuri e rrallë në pikpamjen e talentit, të bukurisë shpirtërore,
edhe të bukurisë fizike që u bë simbol i epokës së saj. Që gjithë shqiptaria dritëronte kur e shikonte Margaritën. Me buza gaz ishte me njerëzit dhe me buza gaz iku dhe në atë botë. Lajme nga bota. Sulmet me dron të Rusisë që goditën objekte banimi në Harkiv në verilindje të Ukrainës vran të paktën 3 persona dhe plagosën 32 të tjerë. Po ashtu shkaktuan zjarre, tha guvernatori rajonal. Konfirmoi se 2 fëmijë ishin mes të plagosurve. Ekipet e shpëtimit kërkojnë për të mbijetuar mes rënojave. Gjykata kushtetuese e Koresë së Jugut mbajti në fuqi vendimin për shkarkimin e presidentit Yoon Suk Yeol për shkak të shpalljes së gjendjes së luftës. I hapet rrugë zgjedhjeve të reja 5 muajve të trazirave politike. 64 vjeçari u shkarkua nga ligjvënësit për përpjekjen e 3 dhjetorit 2024 për të përmbysur sundimin civil, duke dislokuar ushtar të armatosur në parlament. Ushtria izraelite njoftoi se sot ka nisur një ofensiv të re toksore në lindje të qytetit të Gazës me qëllim që të zgjerojë zonën e sigurisë që ka krijuar brenda enklavës palestineze. Izraeli tha se në orët e fundit trupat e tij kanë nisur të kryejnë aktivitete ushtarake në zonën Shejaja në veri të Gazës. Britania e Madhe dhe Franca akuzojnë presidentin rus Vladimir Putin se po zvarrit bisedimet për një armpushim dhe që synon ndalimin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Ndërkaq, kërkojnë përgjigje të shpejtë nga Moska pas përpjekjeve amerikane për të siguruar një armpushim. Ukraina e ka pranuar planin e Washingtonit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Armelda Methasani. Kjo është Top Albania Radio.